Momente mjaft dramatike kanë qenë ato të ndodhura në një hotel ku ishte planifikuar që të mbajë një darkë mes presidentit Donald Trump, zëvendës presidentit dhe korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë. Për të folur mbi këtë ngjarje kam të ftuar në një lidhje direkte analistin Fatmir Markoçi. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Zoti Markoçi, çfarë po ndodh në Amerikë ku duket se tentativa për të vrarë Donald Trumpin nuk po reshtin, pasur parasysh dhe ngjarjen e disa kohëve më përpara. Ngjarjet e më përpashme kanë qenë ngjarje direkte, pasi ka qenë goditje direkte, ndërsa në këtë takim që Trumpi kishte organizuar me rreth 2500 gazetarë dhe personalitetet të tjera, ndodhen në një hotel dhe çuditërisht agresori çan sigurimin e asaj dhe në korridoret e pa arritur në sallën ku ishte, në korridore qëllon me armë. Motivi nuk dihet pse ka qelluar, por ajo që është kryesorja ishte se nuk ishte një njeri do si do, ishte një mësues, sipas dhënave dhe informacione që ishte një dikush e vlerësonte shumë si duke arritur, duke qytur edhe si shkencëtar, por motivet e ngjarjes nuk janë të zbardhura, absolutisht askush nuk ka zbardhur, por tregoj një pasiguri që ndodhet, apo më tepër themi një vazhdimsi e këtyre akteve terroriste që ndodhin në Shtetet e Bashkuara. Kemi shumë akte terroriste, qoftë në shkolla, qoftë në ambiente publike, qoftë edhe në ambiente ku ndodhet presidenti apo direkt presidentit të Amerikës. Nuk është herë e parë që presidentëve të Amerikës që ndodhin incidente të tilla, kam pasur deri në vrasje edhe incidente të tjera, jo vetëm Trumpit. Dhe është një situatë që mund ta lidhësh me shumë gjëra. Mund ta lidhësh edhe me atë kundërshtinë që amerikanët vetë kanë kundër luftës në Iran, apo dhe asaj pjesës tjetër ku tashmë kanë dalë në pa edhe kundërshtinë që vetë amerikanët kanë kundër Izraelit, pasi e fajsojnë atë si pjesë të cilët e futën Trumpin apo Amerikën në luftë kundër Iranit. Kështu që janë shumë pjesa të cilat duhen zbardhur shumë shpejt. Pa ajo që është më e rëndësishme është ndërhyrja e shpejtë e forcave të sigurisë dhe siguria totale, qoftë e presidentit apo e zëvendës presidentit. Ajo që mbra në sy ishte që i pari person që u evakuua nga ajo sallë ishte J.D. Vance, ishte zëvendës presidentit dhe pastaj presidenti Donald Trump. Pse kjo zgjidhje, zoti Markoçi, pra pse u zgjodh që i pari të evakuojë zëvendës presidenti kur dihet botërisht që kryesori është presidenti? Pikërisht duke qenë sepse ndoshta nga që terroristi, do të themi, apo ai që krijoi aktin ishte i ndaluar në atë moment, por duke parë edhe pak pozicione se ku ishte zëvendës presidenti dhe ku ishte presidenti, domethënë i pari nga hyrja binte që të ishte J.D. Vance shumë më përpara se sa Donald Trumpi, dhe kështu që si duket forcat e sigurisë futen në atë moment për të kapur figurat e siç është presidenti dhe zëvendësi i tij, por në atë moment J.D. Vance ishte ndoshta pak më përpara dhe ata reaguan më shpejt te J.D. Vance, patjetër që reaguan edhe tek në atë moment reaguan edhe disa sekonda më pas reaguan edhe tek presidenti Trump, i cili tash ishte në një distancë më të largë se sa J.D. Vance në momentin kur forcat e sigurisë futen brenda në sallë. Çfarë tregon kjo në fakt për Donald Trumpin, ku her pas here tentoi të bëhet atentat? Pra, ai bie që populariteti i tij është në rënje dhe amerikanët nuk e duan, apo ai po përpiqet të ndryshojë diçka dhe duan ta ndalojnë?
Po t'i futemi tani analizë pse ndodhin këto ngjarje dhe populariteti i Donald Trumpit realisht, të flasim domethënë ato çfarë vetë mediat amerikane e kanë votuar si rrallë nëse do ta marrësh nga viti kaluar ose të paktën para nisjes së konfliktit me Iranin, Trump ka pasur popularitet të jashtëzakonshëm. Dhe populariteti i Trumpit ka shkuar në 40% realisht. Ka mosdakordsi dhe të gjitha këto mosdakordsi nuk janë me çështjen e Trumpit themi në politikën e tij për sa i përket Sorosit, LGBT-s, të gjithë tyre apo kërkesës për sjelljen e investitorëve amerikanë brenda Amerikës. Nuk janë këto politika të cilat e ulin atë kuotën e përgjushmërisë. Më tepër e gjithë rënia ka qenë pikërisht në luftën që ka pas me ndërhyrjen që bëri në Iran. Dhe ndërhyrjen në Iran, amerikanët e cilësojnë si një luftë jo e Amerikës dhe e shohin tashmë Izraelin si parsor dhe një komandues e cila tërheq në Amerikën në synimet e saj apo në politikën e saj, atë që kam thënë edhe ditën e parë që ka filluar ky konflikt, ku kam thënë që Amerika ishte pa një strategji në këtë luftë dhe në këtë luftë e tërhoqi Netanyahu, askush përveç Netanyahu të tërhoqi në këtë konflikt të zgjatur, i cili jo vetëm që është i të zgjatur, por është edhe me një kosto jashtëzakonisht të madhe për sa i përket Shtetet Bashkuara dhe një ndikim në ekonominë amerikane. Amerikanët janë shumë të ndjeshëm për sa i përket ekonomisë, nëse aty ju preket pak xhepi ata ndryshojnë në sekond, nuk janë ata amerikanët e pranoj dhe quhet vendi më demokratik sepse nuk janë stoik, domethënë në atë që votuan, ata nuk janë stoik, përkundrazi ata kanë atë tjetrën që thon unë të votova për atë çfarë ti the dhe nëse ti nuk e bën, ata të kthehen kundra. Kjo është demokracia. Kjo është ajo liria që amerikanët duan apo s'duan e kanë. E kanë dhe pikërisht këtu ka ndodhur ajo rënja që ka Trumpi në këto momente. Është ajo rënja sepse mos harroni nëse galloni ka qenë $2, sot ka vajt $4 deri në $5 galloni dhe kur se aty e masin të gjithë amerikanët, aty e masin të gjithë atë ekonomi. Dhe kur rritet çmimi i naftës dhe i benzinës në Amerikë, patjetër që do ketë reagime. Por kjo nuk do të thotë se ky reagim që bëri ky person, dikush thotë thash është shkencëtar, dikush thotë është mësues, nuk kemi ndonjë informacion të saktë. Nuk dihen motivet se si ka ardhur deri në hotel, mënyra e goditjes si ka bërë thash në korridoret e hotelit, se si kaloi atë pjesën e sigurisë, me shpejtësi marrëmend se kalon pjesën e sigurisë, paktën po të shohësh videon dhe nuk di domethënë ta lidhësh dhe me çfarë do ta lidhësh me politikën e brendshme apo me politikën e jashtme. Me një grup i cili kërkon eliminimin e Trumpit apo me një grup që ka një akt terrorist të thjesht, themi për të vënë emër, për të bërë bujë, për të bërë këtë. Por nga të gjitha, aq sa thohet se pak orë kanë që ka ndodhur ngjarja, të gjithë thonë është person i vetëm, pra nuk ka ndonjë lidhje, deri tani nuk e kanë gjetur ndonjë lidhje. Domethënë ora e fundit ka qenë që nuk ka pas ndonjë lidhje me persona të tjerë, pra një person i vetëm. Është një 31 vjeçar, nuk di se si t'ja vesh emrin, domethënë. Por nuk duhet të ngutemi në asnjë moment në nxjerr konkluzione për të vetëm arsye sepse
kur vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo vetë Donald Trump doli në konferencë shtypi nuk cilësoi absolutisht asgjë. Tha vetëm që do zbatohet ligji dhe kaq. Nuk e perifrazoi në një grup apo t'i vete emrin t'i kujt një grupi tjetër apo kundërshtarëve apo personave të tjerë për të thënë se kjo ngjarje ka ndodhur për këtë apo këtë arsye, kështu që edhe ne nuk e kemi atë lloj të drejtë ta bëjmë. Por thash, rënja e kuotave nën 40% tregon një pakënaqësi në vetë Shtetasit Amerikan. Dhe gjithë kjo ndodh tash, e gjithë kjo pakënaqësi ndodh thjesht për ndërhyrjen që është në Iran një e para dhe pasoja që vetë Shtetasit Amerikan po shohin në ekonominë e tyre. Zotmir Koçi, a mendoni që Donald Trump mund ta rifillojë edhe një herë luftën me Iranin, pasur parasysh që 3 luftanijet më të mëdha amerikane ndodhen për qark Iranit? Nëse do ta shohim në këtë pikë që të forcat amerikane kanë zbarkuar, pra kanë rrethuar Iranin, çdo kush pret që të ketë ndërhyrje ushtarake, duke pasur parasysh edhe deklaratat e Donald Trumpit apo lëvizjet që janë bërë gjatë kësaj kohe, themi që do ketë një ndërhyrje ushtarake. Por kur do jetë kjo ndërhyrje dhe si do jetë kjo ndërhyrje është pak e vështirë. Vajtja e ministrit jashtëm të Iranit në takimet që bëri, qoftë në Pakistan, qoftë edhe dhe pas Pakistanit ai u largua, iku dhe u drejtua drejtomarit. Por në Pakistan ai bëri një deklaratë që tha kishim takime të rëndësishme me ministrin e jashtëm të Pakistanit. Por gjithmonë është ajo fraza që ne nuk i besojmë diplomacisë amerikane. Pasi 2 herë kemi qenë në tavolina dhe 2 herë jemi goditur. Dhe pas kësaj kemi deklaratën e Trumpit ku thot që i ndalon delegacionin e tij për të vajtur në Pakistan, pasi thot nuk kemi pse udhtojmë deri në Pakistan për të folur për asgjë. Këtu ka tashmë një kontradikt. Edhe kërkohen bisedime dhe bisedimet nuk bëhen dhe sillen forca të ndryshme ajrore, toksore, avion, se kemi një shtim të numrit të avionëve, qoftë aeroplanbajtëve apo të nëndeseve. Dhe ajo që është e rëndësishme është se në këtë operacion si rrallë herë janë të inkuastruara rreth 8 nëndece në gjë. Pra kemi 8 nëndece, kemi 4 aeroplanbajtëse, kemi një numër të konsiderueshëm avione dhe rreth 50.000 trupa toksore. Forca. Jo të gjitha janë për sulm, kuptohet se janë futen në të gjithë ushtrinë amerikane, por pritja e një sulmi nga ana e Amerikës duket e shoh pak si të pamundur në këto momente. Jo për efekt të mos pasjes së forcave të tyre, jo për efekt se tashmë Amerika i solli të gjithë armatimin dhe e ka mundësinë të paktën minimalisht për të bërë një luftë, qoftë edhe 40 ditore, qoftë edhe mujore, e ka të gjithë kapacitetet e armatimin që ka. Jo vetëm për presionin që ka ndaj vendeve të tjera të botës për sa i përket mbështetjes së Hormuzit, i cili ka sjell pasoja tepër të rënda për ekonominë e Europës, sidomos po edhe vendeve të tjera të botës. Por ka ndodhur një fakt i çuditshëm, të cilët media nuk e thon apo e kanë lënë si evazive, por edhe vetë Amerika apo e ka lënë
edhe ata kanë lënë shumë evazive. Dhe Irani nuk është përgjigjur fare. Flitet për një dron MQ-4C Triton, i cili është një dron i cili është zhdukur në Hormuz. Para një jave ky dron është zhdukur. Dhe ky dron është një dron i cili ka kapacitetet maksimale, të themi, sepse ka të gjithë aparatura dhe të gjithë komandat, për ta kuptuar më drejt, themi është pjesë e tavolinës së shtabit përgjithshëm të ushtrisë amerikane. Pra ky dron, nëse do jetë në duart e amerikanëve dhe iranianëve, apo është rrëzuar, apo është zhdukur, dhe duke pas parasysh se nuk ka asnjë lloj informacioni për sa i përket këtij droni, thash është njësoj sikur ta ulësh një person. Irani tuli një person në tavolinën e shtabit përgjithshëm të Amerikës. Pra, ai dron merr gjithë informacionin, gjithë komunikimet, gjithë fotot, të gjitha lëvizjet e trupave, të gjitha komandat, se është një dron i cili kostoja e tij shkon deri në 60 milion dollar. Nuk është një dron i zakonshëm, nuk është dron luftarak, është dron që fluturon mbi 12.000 kilometra dhe ka një qëndrim në ajër mbi 24 orë. 24 deri në 30 orë. Ai qëndron në ajër. Dhe ai jep gjithë komandat dhe merr komandat, bën fotografiet. Dhe ky dron është zhdukur para një jave. Para një jave është zhdukur, por iranianët nuk kanë dhënë asnjë lajm për këtë lloj droni. A e kanë kap apo e kanë rrëzu? Por edhe amerikanët nuk kanë dhënë absolutisht asnjë lloj lajmi, vetëm kanë thënë që ky dron është zhdukur. Thjesht është zhdukur, asgjë më tepër. Dhe këtë e lidh me mosdërgimin e delegacionit amerikan në Pakistan për të zhvilluar bisedimet. Tashmë ndoshta vetë Amerika është kufizuar në sulmet që mund të bëj ndaj Iranit. Padyshim që nuk e diskutoj fare që Netanyahu do kryej sulme, sepse edhe brëm ka kryer sulmen ndaj Hezbollahve, ka pasur një përplasje. Pra, mbrëm megjithëse është quajtur armë pushime, më thash. Dhe Izraeli do në një moment caktuar do godasi prapë, sepse Izraeli nuk ka lidhje fare me planin apo strategjinë që kërkon Amerika. Netanyahu ka strategjitë e veta, ka pikpamjet e veta. Ai mendon dhe vazhdon të mendojë atë që kam thënë edhe një herë tjetër, që Netanyahu diku një rabin atje i ka thënë që ti je Mesia, dhe ai vazhdon me idenë se ai është Mesia dhe ai do bëjë ndryshime dhe do sjellë atë profecinë që ata pretendojnë. Kështu që kjo luftë do vazhdoj, por unë gjykoj se do ketë kundërshti tashmë dhe nga brenda administratës Trump. Mos harrojmë se para 2 ditësh Trump shkarkoi dhe admiralin e flotës detare. Pra, ka një numër të madh të generalëve të shkarkuar, të cilët kanë pasur edhe ato, me sa duket kanë pasur ato përplasjet e tyre, mosdakortësitë e tyre për sa i përket kësaj betejë. Dhe do të shohim tashmë, dhe deklaratat e fundit të Trumpit ishte që ne kemi kohë të mjaftueshme për të sulmuar, pra për t'i dhënë një afat pa afat, themi, për ta lënë evazive, por do ketë një kosto shumë të madhe, dhe kjo do ketë një kosto shumë të madhe, sepse qëndrimi i të gjithë tyre forcave po rreth Iranit apo në det, të qëndruar, të instaluar në det, do ketë kosto të madhe për Amerikën, dhe tashmë Amerika duhet të gjejë një rrugë zgjidhje për sa i përket largimit të saj të forcave ushtarake. Kjo është situata që është reale në Hormuz, por
se kemi 2 blokada, një blokadë të Iranit edhe një të Amerikës. Por megjithëse janë 2 blokadat të deklaruar, të 2 vendet kanë deklaruar që janë 2 blokada, përsëri aty nafta kalon, cistermat kalojnë, sidomos ato kineze dhe ruse një herë që nuk diskutohet që ato kalojnë në Hormuz, nuk pengon askush. Dhe tashmë do kemi një luftë diplomatike apo deklarative, më mirë themi, do ta kalojnë ushtrinë në një luftë, këtë konfliktin në një luftë deklarative, ku çdo kush do deklarojë fitoren, çdo kush do deklarojë triumfin e tij, dhe do ketë një zgjatje pa fat themi, për sa kohë Netanyahu nuk do ndërhyjë apo nuk do bëj atë që bëri me 28 shkurt, që goditi në mënyrë të befasishme dhe të paparalajmëruar Iranin, dhe aty filloi konflikti. Ndërsa për sa i përket Amerikës, me këtë që ka ndodhur, me këtë që ka ndodhur në Hormuz, pra zhdukja e këtij droni, them që Amerika tashmë është pak e zbuluar në taktikën e saj apo në sulmet që ajo mund të bëjë, sepse nëse e kanë marrë iranianët këtë dron, e kanë ashtu siç ndodhi para disa vitesh me një dron tjetër që iranianët e ulën në Iran dhe i morën të gjithë komandat, dhe amerikanët detyruan të krijojnë një dron tjetër. Dhe do shohim tashmë se si do e heci situata, por thash duhet gjejë një rrugë për tërheqjen e trupave, ose do bëj atë që Trumpi pastaj lajmëroi, nuk do pyesë askënd, po do japi urdhër për sulm të menjëhershëm dhe frontal, qoftë edhe për të, nëse do të arrijë ta legalizojë se ku është ky dron, në çfarë pikë ndodhet, dhe në momentin që do ta shohë se në çfarë ndodhet ky dron, atëherë do ketë një sulm frontal në atë pikë, pikërisht për të shkatruar këtë, jo për gjë tjetër, por vetëm për të shkatruar këtë pikë komande, themi, tash është një komande, ose një karrike në tavolinën e shtabit të përgjithshëm të Amerikës, sepse ashtu siç u thash, çdo komandë, çdo foto, çdo informacion, ky dron e merr. Se pikërisht ky dron për këtë punë është bërë, për të kontrolluar të gjithë zonën dhe për të dhënë të gjithë informacionet ushtrisë. Kështu që është shumë e vështirë dhe situata është e nderë në këto momente, prandaj edhe vazhdon ajo lufta e deklarimeve, lufta diplomatike, themi, por jo diplomatike, po pa takime dhe pa bisedime, gjë që në sjell tek asgjëja, atë që thot Trumpi, ulem edhe të flasim për asgjë. Jemi të asgjëja tashmë, jemi kthyer te asgjëja. A do ta vazhdoj të mbaj Hormuzin si presion, por u pa që ky lloj presioni iranianët nuk janë përkulur para këtij presioni, ashtu siç nuk përkulën edhe para sulmeve të cilat ishin sulme të fuqishme me shkatrimen të temë të pallogërisme, themi. Por iranianët, si duket, janë mësuar me këtë lloj jetese, me këtë lloj gjendje të tyre, dhe nga ana tjetër nuk duhet të harrojmë, sepse janë vendet e gjirit ato që po preken më shumë. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë kërkuar një fond nga fondi rezervi i Amerikës, pasi nuk kanë më para, sepse të gjithë vendet e lindjes, sidomos tash Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, Katari, janë vende të cilët nëse nuk shesin natë, nuk kanë para. Dhe mos pasja para i sjell në një kolaps ekonomik, se nuk kanë me çfarë blejnë mall. Dhe prandaj janë drejtuar thesarit të shtetit amerikan. Dhe në deklaratën që bëri thesari i shtetit, tha është Emiratet e Bashkuara që kanë bërë kërkesë të tillë dhe vende të tjera. Pra, tregon se edhe vendet e tjera të gjirit janë në një kolaps ekonomik.
Kështu që ajo bllokada që Amerika ka bërë ndikon drejt për drejt tek këto vende kryesisht, patjetër edhe tek Irani, por Irani ka dhe dalje të tjera, ka dhe kontakte të tjera, qoftë me Afganistanin, qoftë me Turqinë, qoftë me Rusinë, kështu që është më i privilegjuar në këtë pikë. Do të shohim se si do eci situata, por deri tashmë Irani ka pasur një gjë që duhet thënë. Atë çfarë ka thënë, atë e ka bërë. Kjo është konkrete. Në deklarata fundit e Iranit ishte që kemi një armë tjetër më të fortë, themi, si duket më e fortë se sa bllokada e Hermuzit, sepse është edhe çështja e Bab el Mandelit. Në momentin kur Irani do sulmohet, patjetër do mbyllet edhe Bab el Mandel, se Huthet e kanë të deklaruar këtë që do mbyllet, dhe duke mbyllur Bab el Mandel nuk ka më tregti, nuk funksionon më asgjë, kështu që do ketë një kolaps total ekonomik të botës. A e ka për ngushticën Bab el Mandel, a ka një gjë tjetër, a flet pikërisht sot këtë lloj deklarati që bën Irani, a ka lidhje pikërisht me dronin për të cilën folëm më lart, më që 400 Tritonin, e ka kapur dhe ka tashmë të gjithë informacionin e luftës. Kjo është për të parë në ditët në vijim, se asnjë lloj informacioni tjetër nuk ka. Zoti Markoxhi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe ju.